Drejtoria e Shëndetësisë në Prishtinë, në bashkëpunim me organizatën Action for Mothers and Children, kanë promovuar informatorin për ekzaminimin e xhirit për gratë në kryeqytet. Ato do të kenë informacione të sakta mbi vendin dhe mënyrën e kryerjes së ekzaminimeve. Shëndeti i nënave dhe motrave dhe bijave tona është themeli i një shoqërie të shëndetshme e të qëndrueshme. Për këtë arsye dhe Komuna e Prishtinës i ka kushtuar një vëmendje të veçantë dhe parandalimit të kancerit të xhirit. Informatori pritet të ketë impakt në zbulimin e hershëm të kancerit të xhirit. Sot ka para durve kemi një informator i cili duket shumë i thjeshtë, po i cili duhet të ketë një impakt në zbulimin e hershëm të sëmundjeve të xhirit. Dhe kjo është një rezultat jashtëzakonshëm. Kjo nismë thuhet se do të ndikojë edhe në rritjen e ndërgjegjësimit drejt diagnostifikimit. Kur një grua smurët me kancer të xhirit, atëherë nuk vuan vetëm ajo, vuan gjithë familja, vuan gjithë rrethi. Për këtë arsye, OMC ka marrë një iniciativë bashkë me Komunën e Prishtinës që të krijojë një informator të thjeshtë. Me këtë rast, u kërkua angazhim në rritjen e kapaciteteve profesionale. Staf të mjaftueshëm radiologjik në të gjitha komunat, për Prishtinën e di që ka mbulueshmëri të mjaftueshme. Muaji tetor njihet si muaji roz i ndërgjegjësimit për kancerin e xhirit.